Pak javë më parë, ju kemi treguar për situatën e parkingut në QSUNT, qendrën më të madhe spitalore në vend, ku trajtohen rreth 500.000 pacientë në vit dhe kryhet shumica e ndërhyrjeve kirurgjikale. Qendra spitalore universitare Nën Tereza i ka fillesat e saj afërsisht një shekull më parë. Nëse i kthehemi historikut, fillimisht në këtë zonë nuk kishte asnjë spital, por një shtëpi që shërbente për të mjekuar të sëmurët. Gjithçka ndryshoi me kalimin e viteve, qendra u zgjerua dhe në këtë kampus u krijuan 5 spitale, të cilat më pas do të përbënin Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, e cila mori këtë emër zyrtar në vitin 1993. Në një Shqipëri në diktaturë apo e sapo dalë prej saj, askush nuk do ta parashikonte që për ta bërë qendrën spitalore sa më të përshtatshme për pacientët, do të duheshin vende për parkimin e automjeteve, sepse në ato vite makinat numëroheshin me gishtat e dorës. Kudo në ambientet e jashtme të spitalit, ka kaos, gropa, makina që bllokojnë hyrjen e ambulancës dhe as pak investime. Në fakt, problemi i kaosit me oborrin e brendshëm të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza ka qenë i përhershëm, madje disa herë ministrat e shëndetësisë bashkë me kryeministrin janë përpjekur që ta stabilizojnë këtë hapësirë. Të paktën me fjalë, që mbyllet kjo lloj situate me si stacion treni këtu, si stacion vaporash që rrin njerëzit, do ndodhet përfundimisht disiplinimi brenda shkaqe pozitiv që nuk kanë brenda përpara, tani nuk duhet të hyjnë të rrinë për aeroport, spitali, se ndodhet në spital botës. por si ka qenë historiku i këtij parkingu? Në mesin e vitit 2014, Ministria e Zhvillimit Ekonomik nisi një aksion për të hequr nga territori i spitalit baret, restorantet, farmacitë dhe dyqanet që ishin të shpërndara në të gjithë hapësirën e brendshme. Në kuadër të këtij aksioni u vendos edhe një trap për të kufizuar numrin e automjeteve që hynin brenda qendrës spitalore dhe sigurisht të vileshin dhe të ardhurat nga hyrje-daljet. Tarifa për parkimin në ambientet e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza ishte 100 lekë për 24 orë, para të cilat do duhet të shkonin për të përballuar mirëmbajtjen e territorit 10.000 metra katror të oborrit të spitalit. Ndërkohë, në nëntor të vitit 2018, Fondi Shqiptar i Zhvillimit saktohet nga Këshilli i Ministrave si autoriteti që do të administronte hapësirën e parkimit në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Vendimi caktonte që të ardhurat e shfrytëzimit për parkim do të shkonin në përmirësimin e infrastrukturës së jashtme të spitalit dhe menaxhimin me cilësi të vendeve të parkimit. Për të maksimizuar të ardhurat, Fondi Shqiptar i Zhvillimit bëri rritjen e menjëhershme të tarifës nga 100 lekë për 24 orë në 100 lekë për 2 orë dhe për çdo orë më shumë për tek kësaj fashe u bë 100 lekë ora. Nga çmimet e reja, të ardhurat vjetore që gjeneronte parkimi i QSUNT-s kapte një vlerë mesatare prej 1 milion euro, ndërsa për vitin 2024 kjo shifër u rrit në plot 2.1 milion euro. Por këto para nuk shkuan për të rregulluar infrastrukturën e spitalit, sepse siç shihet, vendet e parkimit dhe rrugët e QSUNT-s vetëm kanë degraduar. Ndërkohë, autoritetet u kujtuan vetëm disa muaj më parë për të investuar në ndërtimin e një parkingu në qendrën spitalore më të madhe në vend, pas plot 3 dekadash. Një investim ndorë, gjithë që ka jashtë perimetrit godinave tjetë vëzër, duke u shpallur infrastruktura e gjitha këmbësore dhe asnjë makinë mos lëviz as gjithë në QSUNT përveç makinës urgjencës, gjithë pjesa publike jashtë godinave duhet transformohet në park, e duhet jetë tamam xhenet. Dhe a e dini se sa do të kushtoj ky investim? Plot 14.2 milion euro, pra një parkim me kate mbi toksore dhe jo nën toksore me 1400 vende do të kushtoj 14 milion euro ose 10.000 euro për një vend parkimi. Për ta kuptuar më mirë, le të bëjmë një llogari të thjeshtë. Nëse do të marrim koston e ndërtimit të pallateve dhe jo atë të parkimeve që harton endi kombëtar i banesave dhe Instituti i Statistikave, që është 390 euro për metër katror, dhe duke llogaritur për masat e një vend parkimi 20 metra katror, do të rezultonte që kosto për një vend nuk shkon më shumë se 8.000 euro. Madje, në objektet rezidenciale në Kashar, zonën e Freskut dhe Astir, çmimi i një vend parkimi në shitje varion nga 8.000 euro deri në 12.000 euro. Dhe mos harrojmë që kosto për parkimet nën toksore është më e lartë. Ndërtuesi ka brenda çmimit edhe vlerën e tokës që ka bler plus fitimin. Por me këtë çmim kaq të lartë, duhet të sqarojmë se ne si taksa pagues kemi qenë vërtet me fat fal kompanisë
Lillari, fituese e tenderit, e cila dha një ofertë 5.8 milion euro më të ulët se fondi limit, ndërsa llogaria që kishte bërë Fondi Shqiptar i Zhvillimit ishte për të kontraktuar punimet të ndërtimit të parkimit me vlerë 20 milion euro me ose 14.000 euro për një vend parkimi. Ne nuk dim nëse ndonjë agjenci mbikëqyrse ka ngritur ndonjëherë shqetësimin për vlerat e larta të fondit limit që harton Fondi Shqiptar i Zhvillimit, pasi nga aty nisin shkeljet. por kjo është një tjetër histori. Ndaj të kthehemi aty ku e lam. Vendimi i Këshillit të Ministrave përcaktonte se 45% të ardhurave do të shkonin për të investuar në infrastrukturën e parkimit në këtë spital. Ndaj të gjithë mund të mendonim se duke qenë se fondet janë të siguruara nga pagesa ndërvite të mjeteve që hynin në QSUNT, parkimi më në fund po ndërtohet. Me ato para të mbledhura, por jo, kemi menduar gabim. Sepse parkimet e reja, me të cilat në prag të zgjedhjeve të vitit 2025, u mburr edhe kryeministri Edi Rama, po financohen 100% me para të buxhetit të shtetit, që ka alokuar 2.8 milion euro në vitin 2024, 4.2 milion euro në vitin 2025 dhe programon për vitin e ardhshëm 2.5 milion euro për ambientet e reja të parkimit. Kjo ndodh në një moment kur nga viti 2018 deri në fund të 2024 janë arkëtuar 8.8 milion euro në vit nga parkimi në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Ndërkohë që këto 14 milion euro mund të shkonin për të sëmurët apo për të financuar mungesën e ilaçeve, sepse fundja është shifër thuajse e njëjtë me vlerën që deklaroi kryeministri për rikthimin e shërbimit dinjitoz në pavionin e onkologjikut e të sëmurëve me tumor. Hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Po ku kanë shkuar paratë e parkimit? Çfarë ka ndodhur me to? Siç e treguam pak më herët, 7 vite më parë, Këshilli i Ministrave ngarkoi për menaxhimin dhe mbledhjen e tarifave Fondin Shqiptar të Zhvillimit, i cili ngarkon për të menaxhuar parkimin, një tjetër agjenci e cila ngrihet në funksion enkas për menaxhimin e parkimit. Agjencia e Mbështetjes Ekonomike. Pra për ta kuptuar qartë, një tjetër godin që do të paguhet me para tona, të tjerë punonjës, të tjerë drejtues dhe sigurisht dhe një borxh që paguhet për të marrë vendime. Dhe kush do të ishte kryetari i këtij bordi? E kush tjetër përveç drejtorit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, zoti Dritan Agolli. Kjo agjenci e mbështetjes ekonomike me kryetar bordi Agollin në vitin 2018 lidhi një marrëveshje me Qendrën Spitalore Nën Tereza, ku ra dakord që 42% e të ardhurave të parkimit të shkojnë për investime në infrastrukturën e brendshme të spitalit, vend parkimet, trotuaret, ambientet e gjelbërta, ndriçimi rrugor, duke përfshirë dhe investime madhore dhe 3% për edukimin e stafit të QSUNT-s. Por në të vërtetë, këto para kanë shkuar për të paguar pagat e punonjësve të Agjencisë së Mbështetjes Ekonomike me plot 1 milion euro në vit. Po gjithashtu kanë përfunduar në tenderat e zhvilluara për mobilim, karburant e shumë nevoja të tjera të një enti të ri. Por ka edhe më, sepse krahas personelit të fryrë prej 100 personash, më datë 9 shtator 2025, antarët e bordit kanë vendosur të emërojnë edhe 3 drejtor të përgjithshëm. I pari, Alfred Alipi për shërbimet në fushën e mikpritjes dhe bujqësisë, i dyti, Klodian Bregu për parkimet dhe transportin dhe i treti, Kentian Picari për administratën dhe çështjet e brendshme. A ishte vërtet e nevojshme që pas gjithë atij stafit të fryrë të emërohen edhe 3 administrator për qoka partie? Dhe imagjinoni pak, e gjitha kjo për një parking.